Me të dashur, vozitja e makinës me telefona celular në dorë në disa pjesë të Gjermanisë në të ardhmen do të zbulohet dhe do të denohet shumë më shumë se sa deri tani. Në landin Rheinland-Pfalz kanë filluar të përdoren me datën 11 prill edhe disa kamera speciale që quhen monokam dhe që regjistrojnë jo vetëm telefonimin gjatë vozitjes, por edhe vetëm nëse keni telefonin celular në dorë, pra gjatë drejtimit të automjetit. Kamera e policisë pra vendoset kryesisht në për ura apo në për mbikalime dhe filmon shumë qartë shoferët. Ajo regjistron kur një shofer ka telefonin në dorë dhe jep një alarm, ndërsa gjobat për ata që mbajnë telefonat në dorë gjatë drejtimit të automjeteve janë të paktën 100 euro dhe 1 pikë në Flensburg. Vetëm gjatë një dite me një kamerë të vendosur në një autostradë në qytetin Mainz në drejtim të qytetit Trier, janë regjistruar më shumë se 1200 raste të telefonimit apo mbajtjes së telefonave celular në dorë, që i bie se vetëm gjatë kësaj dite shoferët do të paguajnë të paktën 120.000 euro. Këto kamera nuk janë vendosur në të gjithë Gjermaninë akoma, por vetëm në landin Rheinland-Pfalz, ku bëhet një farlloj testi se si do të funksionojë ky eksperiment. Por supozohet se së shpejti këto farlloj monokam, pra monokamera, siç quhen, do të vendosen edhe në lande të tjera. Qëllimi i policisë në fakt dhe i shtetit është që shoferët të mos përdorin telefonat celular gjatë ngasjes së makinas, sepse ky është një shkak vërtet shumë i shpejt dhe për aksidente, pra nëse përdorni telefonat celular gjatë rrugës. Ky sistem tashmë ekziston në Holand, për shembull, ku përdoret, ndaj ju rekomandoj që të mos përdorni telefonat celular jo vetëm në landin Rheinland-Pfalz apo dhe në Holand, por askund. Ndryshe, kur jemi tek kontrollet të them se këtë javë është mbajtur edhe një lloj kontrolli i shtuar i rrugëve në Gjermani, ku sipas rezultateve të para gjithmonë vërtet ka pasur shumë raste ku janë kapur persona duke vozitur më shpejt se sa që është e lejuar, por edhe me telefona celular në dorë, e që natyrisht do të dënohen. Autoritetet, por edhe ADAC mendojnë se është shumë e rëndësishme që të shtohen kontrollet e shoferëve me qëllim ndalimin e përdorimit të telefonave celular gjatë drejtimit të makinave. Por ADAC dhe ekspertët paralajmërojnë edhe diçka tjetër. Paralajmërojnë për domosdoshmërinë e mbrojtjes së të dhënave të personave, sepse këto farlloj monokamera që regjistrohen, pra që bëjnë regjistrime të gjithë shoferëve në rrugë, jo vetëm që regjistrojnë ata që kanë telefonat në dorë, por edhe të gjithë të tjerët. E ekspertët thonë se duhet evituar patjetër keqpërdorimi i këtyre të dhënave. Ministria e Brendshme pohon se ata do të punojnë vetëm materiale dhe do të ruajnë vetëm materialet në rastet kur shihet se shoferi ka, pra drejtuesi i makinës ka pasur telefonin celular në dorë, e megjithatë mbeten pra dyshimet se mund të ketë edhe keqpërdorime të dhënave personale, e në Gjermani ruajtja e të dhënave personale është vërtet një element shumë i rëndësishëm. Por fakti është pra që për këtë çështje duhet të krijohet edhe baza e domosdoshme ligjore për përdorimin dhe për përpunimin e këtyre të dhënave. Sidoqoftë, miqdashur, e gjitha kjo dëshmon se policia dhe shteti janë duke shtuar masat e kontrolleve me qëllim përmirësimin e sigurisë në rrugë, sepse çdo telefonat apo çdo dërgim i një mesazhi të vogël në telefonin celular mund të shpërqendrojë vëmendjen e shoferit për të paktën 2-3 sekonda, e kjo kohë mund të jetë për fat të keq edhe e kopshme. Sidoqoftë, unë ju uroj rrugë të mbarë dhe vozitje të sigurt kudo që jeni dhe kudo që udhtoni. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacione të tjera. Natyrisht nëse doni mund ta shpërndani edhe këtë video, sepse besoj se është me interes për të gjithë ata që udhtojnë në Gjermani me makina. Faleminderit dhe mirupafshim.